E ktheu prap dërdimeni, ky dërdimen. E ktheu prap tha tash që Sazani nuk është shit. Sazani është pronë shtetërore. Në Zvërnec, kur erdhi nga Shkodra, u tha atyre fshetarëve me Sazani nuk keni punë ju, se Sazani është pronë shtetërore. Mas një dite u tha gazetarëve ndërkombëtar në një intervistë që Sazani është pronë private, është shit. Tashtin nga protestet dhe se janë tërheqë ata investuesit, ka dalë ka thonë që Sazani nuk është shit, o dërdimen, o psikopat, o idiot. Make up your mind, thonë Amerikanët. Vendose mërë qenë birqeni. Thuje herë vete sa të gjej ata, që me të kujdo të rish, or delenqi, or budal. Unë ju kam thënë juve gjithmonë vëllezër e motra, që këta nuk kanë shit asgjë. Këta morin emra ndërkombëtar, edhe u falin atyre miliona, vetëm që të hiqen sikur janë ato që kanë ble, ose dhe i bëjnë pjesë. I bëjnë pjesë këta. Se duke i bëjnë pjesë, pra të pasurive tona që në vjedhe neve, këta mendojnë që sigurojnë dy gjona në të njëjtën kohë. Një, e legjitimojnë vjedhjen, dy, blejnë këto të hujt jashtë që t'improjnë në karike me në arjep neve, edhe tre, një mbrojnë, thash, një, mbrojnë pronën e vetë, dy mbrojnë kariken, edhe tre, diçka që harrova, më kaloj nga menja, nuk prish punë. Por, pse ju pa të thonën juve që këta, kjo bën mu. Shifeni për shembull deklaratët që askush se ka kapo, ose dërim sot, se këto janë përdit në për lajme në kanë botës, si në Amerikë, në Angli, kudo, është, nuk flet vetëm Tirana, nuk flasin vetëm ato llapaqenët e medias shqiptare, po flet gjithë bota. Edhe askush dërim sot nuk e ka kap një problem fare të vogël, po që dërgon një gjatë madhe. Ivanka Trump thot, edhe për tallën e qeshën i madhe i vogël ku do në përbot në për këto kanale televizive, që ne po heqnim atje dhe zbulun Kolombisin, këtë ishull, edhe ka qenë Kushneri, ka qenë kjo, edhe hikën tha, u futë me natë, dolim në ishull, dhe jemi gjithë dërin majtë ishullit zbath. Or psikopat, mirë boto që s'din gjo, po ju më gazetarë nuk i hypni në herë. Helikoptere ta shohim këtë Sazan ku heci janë kom. Unë kam qenë marinar në Sazan për 3 vjetë. Edhe 3 vjetë e kam shkel Sazanin plom për ditë e për natë. Para 38-9 vjetësh kam qenë atje, ku Sazani ka qenë mush, me hekur e beton, me tunelet në ndheshëm në përshkëmbinj, me silura e raketa, ka pas qytetin ati lartë oficerëve të ushtrisë, ka pas spital, ka pas çdo gjë që mund të ketë një qytet, natyrisht që ujna vinte me qistern, nga toka e madhe, thonim ne, nga Vlora. Ka pas pika ushtarake në gjithë anët e saj. E prap se prap, nuk mund gjitesh atëhere as me këpuc, që është në maje, po s'hece rrugëve. E jo sot, që më thonë mu që është mush komplet ferra nga heci, kjo e lastumja, e klasëve të pasura, që komët e saj nuk shkelin dot, as në ronën e nxecës është mësu, vetëm në për ato qëllymët e buta, si mnafsh.
ka heca e zbath, nuk mund të hecun zbath në guret në zhurishtën aty poshtë bregu detit Sazanit. E jetë në gjitën për mes sferave sot që s'ka, nuk banan askush atje edhe ka shku zbath deri në maj. Po pse mërë Maskarej gazetar, mërë idiot, nuk kapin me qo kaq të vogël. Me këto palavret e këtyre Maskarejnjëve, me këto pisligjet e këti galofit gjatë dhe çdo idioti që i shkon mrapa këti që çdo orë e ndronë të nuk është në gjendje as të mbroj gënjeshtën e vetë. Çdo sekond për gënjeshtron arremen që tha 10 minuta më parë. Një filth, një garbage, një pislik ordinar. Si rrin gruja afër këtij zgjipës që kruhet në për skena kur flet si kur pa hajnë pleshtat këta maskara si kur ka Shqipën o Shqiparak që do t'i vesh zjepën gjithë Shqipërisë. O idiot, po ju jeni aq idiot dhe ju mendoni këta i përkasin atyre të pasurve që mendojnë se populli jeton dhe ekziston për të shërby atyre dhe jo të për të shërby popullit. Se mendojnë që e kanë installu vetën dhe jo se i ka zgjedh populli. Natyrisht ju ka zgjedh gjoja, partia, ato. As ato nuk i kanë zgjedh, po i jepni detyrën, i jepni punën, i jepni rrugën që i detyroni. Së ndryshe i heqin nga puna dhe veni një tjetër zëvendësoni, po me një socialist tjetër. Por unë habitëm me dy gjona. Në radhë të parë me ato që mahen për intelektual. Me ato që mahen për intelektual që të regojnë sot në këto ditë që janë njerëzit më të përshtirë që unë kam thonë gjithmonë që ky populli jonë i madh ka prodhu inteligjencën më të përshtirë, më bajate, më të poshtë që ka bota. Ashtë krejtë natyrshme vlesër e motra, kur në një vend ka parti opozitare në demokraci, që individ të veçantë që manë vetën për intelektual, përfaqësojnë e të përqafojnë njënën palë kundrejt tjetrës në bazë bindjeve të tyre politika shkrejt të natyrshme. Por jo një parti kundrejt popullit. Në momentin për shembull që bëhesh një protestë në Shqipëri, nuk përshfunë se protesta e Ramës për të rëzu Berishën edhe kaloni në dhunë, kaloni në si rrugar, si ordiner, apo Berishës për zonë qeverinë e Ramës. Këtu intelektualet mund zgjedhin njënën apo tjetrën palë në bazë të bindjeve të tyre. Sako që nuk janë vasal dhe shërbetor apo patrazhonis se bojnë këtë që paguan me pare. Për shembull mund të marrë fjalë të tipit Plumkulla, këtë legendat, këtë leshtërike që kalojnë sa një parti në tjetrën, që s'kan pik dinjiteti për njëri, që janë njerëzit më të flisht. Këta raset e përshtira që sot bëhet ambasador i Berishës, nesër bëhet që lepin bëthën e çdo kujt. Po kjo është raca e përshtirë që kemi ne. Si tipët e Plumkullës e frok çupit. Po frokit paktën duket ashtu maskara që është për është një partije. Por këto maskarejt, këto intelektualet që ku ngrihet populli, anojnë me një parti kundër popullit. Kjo të rëganë vlesër e motra, se me çfarë, po që ciliku jemi ndesh ne, që nga gjoja rënja komunizmit që s'ka rënë akoma, gjermë sot, që kanë botë mundme, se ne flasim vetëm për pronat që në kanë vjellë, vetëm për abuzimet që kanë bë me tokën, vetëm për falsifikimet që kanë bë në për hipoteka. Ne nuk flasim vetëm për këta, na kanë shkatru identitetin, janë mundut në shkatrojnë identitetin ton kombëtar, pikërisht se është kjo inteligjencë e këtyre sahan lëpirësve, këtyre lëpirësve tipit Kulla, Plumkulla, që njerëzit më të përshtirë që hidhen sa në njënën në tjetrën, por gjithmonë janë këto maskarit që kanë qenë gjithmonë në shërbim
të atyre që i sollën pushtet nonën parti Serbëve të Beogradit. Po mirë mara, se këto kanë bo që fëmijët tanë sot mësojnë më shumë për prisët serb në historinë e Ballkanit se sa të mësojnë për heroin e tyre legjendar që njeh gjithë botën si atletik kristianizmit. Skënderbeun, me këta racën e fliqme të tipave të tillë si Plumkulla e Xhavat Lloshe, këto lekenat, këto posaçëllik i Shqipërisë, kjo ndëtësi, kjo hale. Si mundeni të dilni ju mër maskarej, të dilni krah një partia kundrejt popullit. Ne jemi populli, ne jemi ngrit. Protesta jonë nuk është 2000 veta që shifni ju para kryeministrisë. Protesta jonë është në gjithë botën, sa ne jemi, nuk përshpun sa prej nesh janë para kryeministrisë në shesh. Protesta është e jona, është e popullit që duam të shporim këto hale. Partinë Demokratike, Partinë Socialiste, e me gjitha klyshët që u bëjnë temena e u bëjnë avokatërin kundër popullit partive, këto maskareve. Por arogancë e këtyre që më habit mund vëllezër e motra është kjo që s'mund të shpjegoj dot. Kur aroganca kalon çdo gjë, nuk mund të shpjegoj dot. Çfarë nuk mund të shpjegoj dot? Këto maskarej si ky për shembull, s'përshpun se pa dhe emrin ky që gjoja pas ka qenë një jetoka këtu në Amerikë, edhe një nga këto kapot të mëdhojët bandëve që pas ka komponin ndërtimi gjoja me la parade ku do dion edhe atë janë zvërnes. Harova emrin, nuk më interesojnë këto halet, këto që vrasin, presin, therin, edhe po si të arrin këto bashkë me Ramën dhe klikën e drogaxhinjve beslikut qeverisë shqiptare, si të arrin këta kur kanë miliona dollar, të nxjerrin, t'ja qirin maskën vetës për gjanat vogla. Po ti mërderi nonën mëri poshtër, mëri idiot, më maskara. Kur ke miliarda dollar të vjedhme që do t'i lash, po që të kushton të ty më qenë birë qeni, të shkojnë zvernec, edhe t'ja blije gjithë pretenduzëve të tokës. Jo $60.000 dëlymin që është në Bregdetit, po dhe $1 milion dëlymin më qenë birë qeni. Shto kushton të ty të shkojnë theth, shkoja ku ishte atja, ku ishte kjo që u bonë aty në Shkodër, e t'jo bleja tyre jo $30.000 dëlymin me që do t'lash paret e tuja të, po t'ja bleja $1 milion dëlymin për derisa ju pare keni me tha se do në t'ilani, por ju jeni aq të poshtër, ju jeni aq dhemja, që me ndu që e keni vu popullin për fund se populli janë idiot gjëtrymet e moshës sime që nonën t'jo qish votojnë për Ramën, ju me ndu që është po kjo shtres që tallini e për tallini me popullin, për sa është kjo tashti, se sot ka dal një tjetër fytyrë e vërtet e popullit shqiptar, e një jon që s'do të di nëse i kanë prind të tyre komunist, socialist o demokrat, por shofin atë dheun, shofin të ardhmën e fëmijëve të vetë që ne i kemi shkel me kom, që jemi qajemi janë ku gjithmonë, që qeveria s'po kujdeset për ne, po vjedh për në të tonë dhe prapje kemi dhonë votën me dy durt ne dhemjet, që akoma i bëm hije këti planeti, ku s'duhet të ekzistojmë, në vit turp nga vetja, e në vend që tashti të duhet të rkasim rinin, fmit, niprit e mesat e tona, që po e mojnë fatet e të ardhmës së vetë në dorë dhe duhet të pastojnë halen që kemi në Shqipëri, dalim edhe bëjmë avokatërin e Edi Ramës, hajdutëve, krimineleve, hidhemi sa në njërë në tjetërën, jo janë
të Kurdis nga Serbt, jo janë Kurdis nga Greket, jo janë nga Turqit, jo nga Irani, jo po është Berisha që i ka thonë Shani dhe mu, po vetëm dilni për Zenja i Diramën. Që janë këto pislike, që janë këto ordinerë, që janë këto hale. O populli im i madh, ne jemi sot në protest, edhe ne që i kemi mbrojtë e kemi votu këto maskarejnë për 37-8 vjetë, ju përkrahim juve, djem e vajza, në çdo shesh, në çdo bulevard, anë kanë botës, por sidomos në Tiranë, atje ka shekull e këtyre pislliqeve, këtyre maskarejnjeve, këtyre krimineleve që ka ardhë dita. Poshtë këto tradhëtar, këto dhemjet përshtira, Shqipëria nuk është